Për të dalur mjetet në rrugë, siç e tham, duhen përcaktuar saktë, si po themi, kërkesat që duhet të plotësojnë këto mjete nga ana konstruktive, teknike, nga ana funksionale dhe nga ana e plotësimit të anës dokumentare të këtyre drejtuesve të mjeteve për qarkullim në rrugë. Dhe unë vetë në kuptimin e ekspertit dhe të shqetësimeve për sigurinë rrugore, jam duke përfunduar një draft të cilin do ta paraqis në Kuvendin e Shqipërisë për miratim, i cili është si rezultat e një pune mbi 6 mujore për këtë problem, i cili do t'u jap drejtim sipas mendimit tim, nëse do të mendohet në parlament, por sipas draftit që unë paraqis, gjën të gjitha këto problematika që neve sot i hasim, do të gjejnë zgjidhje në këtë draft, i cili është një draft që përmban në kuptimin e përgjithshëm rreth 9 nene të përmirësuara të ligjit dhe me gati 109 pika për të sqaruar mënyrën se si një monopatin do të klasifikohet, do të lëviz dhe kushtet që duhet plotësojë një drejtues mjeti.